Gjykata e shkallës parë ka marrë një vendim arrest në burg ndaj kryebashkiakut. Ky arrest është ankuar në gjykatën e apelit. Kjo mas sigurimi arrest në burg parashikuar në 238 i Kodit Procedurës Penale. Dhe Erion Velia me mbrojtësit e tij ka paraqitur shkaqet pse nuk është dakord me këtë mas sigurimi. Në ankim janë përcaktuar në mënyrë të specifike shkaqet e ankimit. Tani, domethënë, në Kodin e Procedurës Penale, në 228, 229, 230 përcaktohen sakt kushtet dhe kriteret për caktimin e masave të sigurimit. Erion Velia nesër duhet provoj para gjykatës që nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore si person, nuk rrezikon marrjen e provave dhe nuk mund të kryejë vepra të tjera penale. E dyta, domethënë, edhe për mendimin tim personal, domethënë nga praktika që kam pas vetë, unë jam i mendimit që jo vetëm për zyrtarët e lartë, por për gjithë qytetarët e Shqipërisë, domethënë arresti në burg aplikohet kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme.